Situata në lindjen e mesme është rënduar sërish këtë të diel, teksa Teherani ka njoftuar mbylljen e ngushticës strategjike të Hormuzit. Vendimi i papritur i forcave detare të Iranit vjen si përgjigje ndaj bllokadës detare që Shtetet e Bashkuara po u bëjnë porteve iraniane, duke konsideruar këtë një shkelje të drejtë armëpushimit. Kryeparlamentari dhe negociatori iranian Muhammad Bagher Ghalibaf deklaroi se vendi i tij nuk do të tolerojë një situatë ku bota shfrytëzon ngushticën, ndërkohë që Irani mbetet i rrethuar. Nëse ka një ngushticë këtu ne jemi prezent, është e pamundur të mendoni se do të lejohen të gjithë të kalojnë, përveç nesh. Ky është një gabim mbi gabime. Nëse nuk e heqin rrethimin, trafiku në ngushticë do të kufizohet patjetër. Ghalibaf u shpreh se Irani nuk do të hezitojë të përdorë forcën, siç ka bërë edhe në të kaluarën. U thash delegacionit amerikan, ne jemi në këtë kufi, nëse afroheni më shumë, do t'ju godasim. Ata kërkuan vetëm 15 minuta kohë për t'u dhënë urdhër forcave të tyre që të ktheheshin pas, dhe ashtu bën, u tërhoqën. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka akuzuar Washingtonin për cënim të drejtave kombëtare. Ne nuk ishim iniciatorë të luftës, nuk kemi sulmuar askënd dhe nuk synojmë të sulmojmë. Ne kërkojmë të drejtat tona. Ata po përpiqen që përmes bullizimit të mohojnë të drejtat një kombi. Thonë se kanë vendosur që ju nuk duhet ta ushtroni këtë të drejtë. Pse? Për çfarë krimi? Kush jeni ju që të vendosni? Përshkallëzimi vjen vetëm 2 ditë pasi Irani kishte rihapur përkohësisht kalimin në Hormuz pas një armëpushimi 10 ditor mes Izraelit dhe Libanit. Megjithatë, komanda e lartë e Iranit thotë se është rikthyer kontrolli ushtarak për shkak të piraterisë amerikane. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar lëvizjen si shantazh. Ushtria amerikane thotë se ka detyruar 23 anije të kthehen pranë ngushticës Hormuzit që nga fillimi i bllokadës së porteve iraniane.